Mendoj që kjo e fundit është taktike e presionit psikologjik nga presidenti Trump. Ne e dim që ai në një farë mënyrë e luan këtë kartën e nëse nuk doni ka rrotën ka dhe shkop, pra e përdor presionin psikologjik, kërcënimin për atë që në shkenca politike ne quajmë hard power, pra fuqia fortë, përdorimi i fuqisë fortë, kryesisht fuqisë ushtarake, por Mhm. edhe fuqisë ekonomike në formë të sanksioneve, por edhe të tjera, për të arritur çfarë ti doni një marrëveshje. Kështu që në këtë kuadër unë mendoj që presidenti Trump duke ditur që ka mendoj unë ka mediuar mos të marrëveshje më të rëndësishme të tre katër dekadave të fundit në lidhjen e mesme. Ai do që kjo marrëveshje të mbetet në fuqi dhe pjesë e kësaj marrëveshje është armatosja e pa kushte dhe e plot e Hamasit. Dhe sigurisht që nëse Hamasi nuk çarmatoset, Izraeli do të ketë një iniciativë që të vijojë atë që Izraeli ka bërë në Gaza, e cila do ta bonte marrëveshjen praktikisht pa vlerë, sepse gjithë tepër Pikërisht, marrëveshjes është armpushimi permanent. pikërisht prandaj të Kështu pyeta, që pra a rrezikon po themi që të vijojë situata, që gjithë kjo përpjekje për paqe të dështojë? rrezikon paqja është goxha e brishtë këto, domethënë fakti që ka në shkrime, shiko marrëveshjet janë copa letre në fund të fundit dhe nëse ti shkel një kontratë ligjore, ti ke pasoja, por marrëveshjet ndërkombëtare nuk është se ka ndonjë ligj ndërkombëtar që siguron mbarvajtjen e tyre, ekzekutimin e tyre, më shumë është në mirëbesim. Edhe Është vullnet i palëve, mirëbesim, po themi. kështu që nëse Izraeli e shkel marrëveshjen sot për shkakun për çfarë lloji arsye, ka një justifikim të vetëm bazuar ke mbrojtja e sovranitetit territorial të Izraelit edhe mbyllet ai muhabet. Thelbi është që Perëndimi ka një incentiv që ajo marrëveshje të vijojë, sepse Izraeli konsiderohet si proksi Perëndimit në lidhjen e mesme dhe normalisht nëse Izraeli kryen lufte, edhe Perëndimi në një farë mënyrë gjakoset reputacionin e Perëndimit. Nga ana tjetër, presidenti Trump ka incentivin e egos së tij personale që ta vë veten në librat e historisë si një paqebërës, si njeriu i dive në gjeopolitik dhe jo më kot kërkon që ajo marrëveshje të vijojë, të jetë e fuqishme, të mos prishet, kështu që prandaj po ushtron presion psikologjik mendoj mbi Hamasin. Nëse më pyeti mua a do të ketë një rifillim të luftës, unë nuk mendoj. Unë mendoj që do të gjendet një mënyrë e cila lejon paqen të vijojë, lejon armëpushimin të vijojë dhe një mënyrë që ja mbush frontin Hamasit në mënyrë efektive për të dorëzuar armët pa pas nevojë për një ofensivë izraelite. Di që mund duket pak e komplikuar në sensin që ore si do bëhet kjo, por unë mendoj që paqja është e brishtë, siç ti e the, por të gjithë aktorët kanë interes që paqja të vijojë. Askush nuk ka interes që lufta të vazhdojë. E kuptoj, po takimi në Izrael, në Knesset, në parlamentin e Izraelit, deklarata e presidentit Trump, fakti që i kërkoi presidentit Herzog që të ndikoj që akuzat për korrupsion ndaj Bibi Netanyahut të bien, pra tashmë si një negociator i madh i paqes që nuk i qëndrojnë më disa akuza për korrupsion. Gjithë vizitën e presidentit Trump në Izrael si e pe? Mendoj që vizita e presidentit Trump në Izrael është thjesht prelude në fakt samitit të Egjiptit, të Sharm el Sheikhut. Sigurisht mendoj që kur një president amerikan shkon dhe merr pjesë në një takim të atij niveli në lidhjen e mesme, një takim që sigurisht përfshin Izraelin, sepse bëhet fjalë për një luftë mes Izraelit dhe Hamasit, normalisht që e gjitha ajo vizitë e madhe në lidhjen e mesme do duhet nisë nga Izraeli. Kështu në këtë kuadër nuk e shoh të çuditshme dhe nuk shoh nevojën për të nxjerrë një arsye specifike apo konkrete në raport me pse Trumpi shkoi në Izrael. Ajo që për mua e bën shumë të rëndësishme vizitën në Izrael është fjalimi që Trumpi mbajti në Knesset, pra parlamentin e Izraelit, ku ai foli për luftën heroike të ushtarëve izraelitë për të mbritur Izraelin nga Hamasi, në një farë mënyrë foli për nevojën për të çarmatosur Hamasin, foli për një paqe në Gaza, foli për sigurinë e Izraelit dhe një fjalim që sigurisht do të kënaqte orekset izraelite. Ne dimi mirë që mbas të takimi Trump dhe Netanyahu do shkonin në samitin e Egjiptit së bashku, por ka qenë telefonata e presidentit Erdogan ndaj Trumpit, i cili ka thënë që në rast se vjen Netanyahu në Sharm el Sheikh, atëherë unë nuk do të vi. Dhe Trumpi e ka parë të arsyeshme që ti thënë Netanyahu ule avionin, ti nuk do të vish, sepse e ke më të rëndësishme që Turqia të jetë atje, në mënyrë që edhe vendet arabe të kenë të krijohet përshtypje që të gjithë vendet që nuk i kanë marrëdhënie mirë me Izraelin janë përfshirë në marrëveshje.
në mënyrë që marrëveshja të firmosi nga të gjitha palët. Qartë. Mendoj që Trump po luan një lojë me dy. Shiko, ka një teori në shkenca politike, teoria e enëve qarkulluese. Si në kimi, për shembull, kur ti hedh ujë apo hedh një material në një enë, ajo në një farë mënyrë qarkullon në enën tjetër. Dhe politika amerikane për shumë vite ka qenë e fokusuar vetëm në një enë, që ena izraelite. Tani Trump në një farë mënyrë po kërkon ta balancojë, po kërkon që siç ai investon ke ena izraelite, të investoj edhe ke ena arabe, sepse Rusia dhe Kina, që janë dy kundërshtarët kryesorë të Amerikës për dominancë globale, janë gati që në momentin e parë kur ka një frakturim të aleancës amerikano-arabe ose edhe amerikano-turke në lidhjen e mesme, Rusia dhe Kina të vinë aty si aleatët e rinj të këtyre faktorëve, duke në fakt krijuar një luftë të re proxy në lidhjen e mesme që amerikanët nuk e duan sepse amerikanët pozojnë lidhjen e mesme si rajon e tyre të influencës. Dhe kjo u pa edhe nga rrëzimi ose shfuqizimi i Iranit, bombardimi i Iranit, por dhe rrëzimi i regjimit 20 ca vjeçar të Bashar al-Assadit që ishte i mbështetur nga Rusia. Unë dua të kaloj pak tek samiti i Egjiptit, vazhdimi i kësaj që ti e duke thënë, po dua të bëjmë pyetje, edhe nga po themi pjesa mes Erdoganit edhe Netanyahut. Si e shpjegojnë që lideri i vetëm ndërkombëtar të cilin Trump e konsideron në fakt, dhe kjo duket nga sjellja e presidentit Trump, është Recep Tayyip Erdoğan i Turqisë. Pra nuk është madje as Vladimir Putin. Duket sikur me Erdoğanin Trump ruhet vërtet shumë. Pra vërtet ka një qëndrim goxha serioz, po themi. Jo, nuk mendoj që Trump ruhet në Erdogan. Nuk mendoj që Trump e ka frikë Erdoganin, nëse kjo është ai tipi. Jo e ka frikë, po ka një farë konsiderate, po për çfarë arsye gjeopolitike ndoshta. Nuk shton një konsiderat veçantë fakt të Trumpit ndaj Erdoganit apo dhe Turqisë. Sigurisht ai e ka lavdëruar Erdoganin, është lider i fortë, e ftoi në shtëpinë e bardhë. Të kujtojmë që në mandatin e parë. Po të kemi parasysh si i trajton liderët evropian, domethënë që është e paimagjinueshme, domethënë. Jo, Trumpi trajton liderët evropian me respekt, mendoj unë, por nëse ne vërejmë një diferencë midis mënyrës si trajton liderët e fortë, strongmenët, kur i themi pra të Turqisë apo të Arabisë Saudite në raport me biskotat e Bashkimit Evropian, ka të bëjë me fakti që Trumpi, edhe pse nuk është autokrat, i vlerëson liderët autoritarë më shumë se sa i vlerëson në liderët të demokracive liberale. Ai beson që një lider i fortë autokrat në një farë mënyrë ka më shumë merit politike, ka më shumë kapital politik, ka punuar më shumë jetën e vet sesa një lider si puna Macronit apo Keir Starmer që janë vendosur aty për një periudhë caktuar kohore. Nëse unë do doja të supozoja mbi filozofinë e Trumpit dhe pattern psikologjik të Trumpit, pa qenë psikolog, mendoj që kjo është një shpjegim. Por nuk mendoj që ai ka një konsiderat veçantë ndaj Turqisë. Të kujtoj në mandatin e parë, Trump u plas disa herë me Turqinë, madje SBA dhe Turqia për një periudhë caktuar kohore u përfshin një luftë tregtare në mandatin e parë të Trumpit. Lira, domethënë shkoi në tokë praktikisht lira turke për shkak të tarifave ndaj produkteve turke. E kësaj nuk shohën një marrëdhënie shumë të ngrohtë, por në aspektin gjeostrategjik, gjeopolitik egon, vlen të thotë që Turqia ka një rol shumë të rëndësishëm. Domethënë është një nevralgjike midis Perëndimit dhe Lindjes, është një aleat i NATO-s jo aq i sigurt, sepse turqit flirtojnë me Kinën, flirtojnë me Rusinë, domethënë bëjnë një lojë me dy porta, pak a shumë siç ne kemi thënë gjithmonë që Serbia në Ballkan luan një lojë me dy porta midis Perëndimit dhe Rusisë. Turqia bën të njëjtën lojë dhe kjo ka qenë shumë e volitshme për regjimin e Erdoganit, për Ankaran zyrtare, por edhe për Turqinë. Kështu që nëse ka ndoshta një farë stepi të Trumpit në Erdoganit, që nuk e shoh shumë, por ne edhe mund ta supozojmë, kjo do ishte për shkak të pozicionit shumë të favorshëm strategjik që Turqia ka, edhe fuqisë së saj ushtarake dhe ekonomike në lidhjen e mesme, por dhe në atë zonë të botës. Për të qëndruar tek samiti i Egjiptit, meqense këtu doja ta finalizoja, kush përfiton më shumë nga ajo marrëveshje që nënshkroi Trump dhe takimi me presidentin Abdel Fattah el-Sisi të Egjiptit? Përfiton Izraeli, përfiton palestinezët, nëse nuk doja të thoja Hamasi, po ndoshta edhe Hamasi përfiton, pse jo? Hamasi nuk përfiton sepse Hamasit i është thënë që ju nuk do qëndroni më në pushtet. Nga ana tjetër, ne mund ta shohim këtë marrëveshje si një përfitim shumë të madh për popullin palestinez, i cili është masakruar në Gaza, dhe që sigurisht tani do shoh disa ditë paqe,
pa një pushtues izraelit aty me trupa të vendeve arabe, me një qeveri teknokratësh palestinez, me një mundësi reale, mendoj unë, për vetëvendosje, por dhe shtetësi, pra i quhet Palestinian Self-Determination dhe Statehood, jo aktualisht, por në të ardhmen e afërt. Kështu që unë e shoh shumë pozitivisht marrëveshjen për popullin palestinez. Në vendet arabe unë mendoj që përfitojnë sepse në një farë mënyre i vjet fre ambicieve të Izraelit. Domethënë një prej rrezikeve që u kanose vendeve arabe dhe një prej arsyet pse për shembull Jordania dhe Egjipti kanë refuzuar të marrin refugjat palestinezë gjatë luftës, ka të bëjë me faktin që nëse palestinezët do të merreshin, midis tyre do të kishte edhe trupat Hamasit. Hamasi mund të bënte sulme ndaj Izraelit duke përdorur këto vendet arabe dhe këto vendet arabe do bësh në mënyrë të menjëhershme target të Izraelit. Dhe ne dimë ja që ka një plan, një projekt i quajtur The Greater Israel, pra projekt Izraelit të madh. Disa ushtarë të IDF-it madje kanë dhe në uniformat e tyre atë Izraelin biblik, që përfshin territorit të Irakut, të Sirisë, të Libanit, të Jordanisë, gjysmën veriore të Arabisë Saudite, pra është një projekt kolonial shumë i madh që do ta shkatronte Lindjen e Mesme, për cilët amerikanët janë totalisht kundër dhe normalisht duke ndalur luftën në Gaza, duke i thënë Izraelit enough is enough, pra po më, nuk mund të bësh më çka ke bër, i vjet fre në një farë mënyrë dhe ambicieve koloniale për Izraelin e madh, duke i dhënë në mënyrë indirekte garanci vendeve arabe për siguri. Kështu që vendet arabe përfitojnë. Unë mendoj që nga ana tjetër Izraeli nuk përfiton sepse Izraeli kishte interes të vjonte, të bënte atë që po bënte, të spastonte pikërisht Gazën, ta bënte pjesë Gazën të Izraelit dhe mbasi të mbaronte punën në Gaza, të kishte legitimitetin e nevojshëm nga amerikanët për të aneksuar bregun perëndimor, që mos harrojmë, është një ambicie e vjetër e Partisë Likud të kryeministit Netanyahu, por edhe të faktorëve të tjerë ekstremistë si Bezalel Smotrich, që është ministri i financave, apo dhe Itamar Ben-Gvir, që është ministri i punëve të brendshme të Izraelit. Domethënë dy ekstremistë fashist neonazist që kërkojnë Izraelin e madh të shpallur terrorist nga shumë vende. Mirë, e lëm Lindjen e Mesme, shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku presidenti i Argjentinës Javier Milei ka zhvilluar një takim me homologun e tij Donald Trump. Apo krijohet Ruel një boshë i ri konservator midis Shteteve të Bashkuara dhe Amerikës Latine duke përzgjedhur Argjentinën këtu edhe si një kundërpesh ndaj Brazilit që udhëhiqet nga një president tepër i majt, do të thoja. Mendoj se po. Ne e gonë disa herë kemi folur për doktrinën Monroe në këtë emision. Ideja që përpara se Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përfshihen në rajone të tjera, amerikanët duhet të mbrojnë hemisferin e tyre, duhet të kenë kontroll të plot, hegemoni të plot në hemisferin e tyre. Dhe në këtë kuadër ne shohim një retorik shumë të ashpër të Trumpit ndaj diktatorit të Venezuelës Nicolas Maduro, për kontrollin e Trumpit, përpjekjet e Trumpit për ta bërë Kanadën shtetin e 51, përpjekjet e Trumpit për të kontrolluar kanale Panamas, azilin politik që Trump i ka dhënë ish kryeministrit, ish presidentit brazilian kërkojtjes Jair Bolsonaro, i cili po kërkohet nga Brazili, ka një mandat arresti në Brazil nga presidenti Lula, presidenti Martin Lula ndaj ish presidentit të djathtë Bolsonaro, që tani po i është dhënë azil politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe sigurisht në këtë kuadër kemi dhe një kryeministër, kemi dhe një president në Argjentinë, i cili sigurisht ka prirje të djatha, nuk mund ta qi konservator sepse zoti Milei është një anarko-kapitalist, është një liberal klasik, nuk është konservator, por e konservon vetëm të djathtë. Dhe në këtë kuadër, në kuadrin e task force-s, një task force jo zyrtare që Trump me promovimin e fortë nga Marco Rubio, sekretari i shtetit, i cili në fakt ka vuajtur prindërit e cilit kanë vuajtur komunizmin e Kubës, kjo task force antisocialiste, antikomuniste që kjo administratë ka ngritur, përfshin sigurisht dhe aleanca me lider antikomunist, antisocialist, siç është dhe presidenti i Argjentinës Javier Milei. Kështu që në këto kushte e shoh siç është edhe ti në fakt një lloj aleance të djathtë, konservatore në kuadër të doktrinës Monroe, një gjë e fundit ju them, që nuk lidhet shumë me Amerikën Latine në fakt, por që si thua plotson atë argumentin që atë tezën që ti shtrove. Administrata Trump aktualisht po shqyrton një vizë të posaçme për të gjithë konservatorët, të gjithë globalistët, të gjithë populistët, të gjithë konservatorët, të gjithë populistët, të gjithë sovranistët në botë.
pra të gjithë njerëzit që ndihen refugjat politik në vendet e tyre, ndihen të shtypur nga vendet e tyre për shkak të bindjeve politike të djathta, konservatore, sovraniste, populiste, mund të marrin azil politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është zyrtar akoma, është raportuar nga një media amerikane, America First Post, por që po përflitet që do të jetë një vizë speciale për këta individë. Domethënë kemi një aleancë ideologjike të djathtë në gjithë botën të nisur nga presidenti Trump, që është një zhvillim shumë i madh. Megjithatë, unë mendoj që në këtë rast kam shumë nevojë Milei për Trump sesa Trump për Milei, dhe kjo ka qenë diskutimi edhe në disa media. Pra, në rast të një rrëzimi të Mileit apo të humbjes së zgjedhjeve, Trump do të shqetësojë më pak se çfarë mendojmë ne. Sigurisht që Javier Milei është në fakt në kushte të vështira politikisht në Argjentinë, sepse ai ka bërë reforma shumë të mëdha, reforma të cilat godisnin theat të shtetin peronist apo socialist të Argjentinës, duke zvogëluar shtetin social, duke ulur kontributet apo çeket që qeveria e Argjentinës ndante ndaj qytetarëve të vet, duke ndaluar printimin e paras. Kjo ka sjellë gjë mirë që çmimet në Argjentinë kanë rëndësishëm, inflacioni është zbutur për shkak të këtyre politikave pro tregut të lirë, por nga ana tjetër reformat e austeriteti fiskal ka sjellë shumë dhimbje në familjet argjentinase, dhe kjo ka bërë që Milei të bjerë në sondazhe dhe zgjedhjet po afrojnë. Kësaj Trump kërkon t'i ofrojë një ndihmë Argjentinës, një ndihmë financiare Argjentinës, në mënyrë që Argentina të vijojë me reformat e Mileit, dhe nga ana tjetër ka thënë që kjo ndihmë nuk do të jepet në rast se opozita argjentinase fiton. Pra Trump në një farë mënyrë po ndërhyn në zgjedhjet argjentinase, po thotë, doni para nga Amerika, okay, atëherë Milei do të jetë në pushtet.